Asman, përshëndetje edhe për ju që më na dëgjoni në këtë momente përmes Glam Radios. Jeni me frekuencën 88.6 dhe 102 FM, janë këto dy frekuencat tona edhe në Prishtinë, në Kryeqytet, edhe në Ferizaj. Po ashtu jemi live në këtë momente edhe përmes portalit ton glamradio.fm. Jemi live edhe përmes aplikacionit ton që mundeni me pas në telefon përmes iOS ose Android. Jemi live edhe përmes Koavizionit, edhe përmes portalit të Koavizionit e shumë vende tjera, kështu që edhe sot ju them mirë se erdhët, ku kena me diskutu për një temë shumë simpatike, kena me marrë telefonata, edhe me diskutu në ngjarjet e fundit çka ka ndodhur në vend. Përshëndetje edhe për juve që jeni vetura në këto momente edhe po shihni pjesë ngarkuara, mund të më na dërgoj foto, më na tregu se cilat janë ato në 049978 nga ky moment presim informata te juaja rreth komunikacionit e gjithashtu po ju presim edhe me telefonata. Tema e ditës së sotme është dhuratat që do donit për këtë fundvit. Cila është një dhuratë që kishi pas qef mi u bo dikush ose mi a bo dhe vetës. Nuk isha kufizu veç të dhuratat materiale. Jo më vishte dhuratat materiale ishë mund tjerave. Se ka edhe shumë gjeste, shumë bevasi që mujnë me po dhurat. Të në vitin, fund vitit marim na i dhurat materiale mos bajgare. Na i vizite pa pritur, na edhe ajo është këgjani par dhurat e fund vitit. Pa me ardhë mas janarit, lene për fund vetë, na i sen tjetër po. Nëse diaspora po na përgatitet me ardh prej telefonatave dhe bisedave që kena po, shumica na keni treguar që ose këtë javë ose javën tjetër veç keni me unis për Kosovë. Kështu që paraprakisht po ju them mirë se vini, po edhe ju besoj kishit dash na i dhurat ose keni me pru na i dhurat. Ju ka lyp dikush diçka? Edhe aty bën. Ose i keni lyp dikuj na diçka? Po. Të s'do me thonë veç me pru dhurata, po edhe këtu kur të vini me marr dhurata. Kjo është nga e parë hyrëse që vjen për ditën e sotme, është Irkenci bashkë me Elvanën, sa të du. Non 78 për ndryshe, po jemi drejt për drejt edhe në YouTube, Glam Radio.fm, koa.net, na gjeni gjithandej edhe në 88.6 të 102.0 për ndryshe, informatat sa e përket komunikacionit, ato informatat e para që kanë arrit, po na tregojnë për qastin të rrethi i Çaklavicës që është pjesë e ngarkuar me kolon. E ngarkuar me kolon është dhe dalja nga autostrada për në Veternik, hyrja në Prishtinë po shihet me kolon gjatë nga zona industriale atje në Fushë Kosovë deri tek udhkryqi i katedralës. Pastaj kolone gjatë është edhe nga fshati Shkabaj në drejtim për në Veternik deri poshtë Veternikut kolona, si dhe rruga Agim Ramadani po shihet me kolon nga komuna drejt tek udhkryqi i Mencës. Petrol Company po ju pret me derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra, me super oferta, me super çmime edhe me lojën shpërblyese për juve që ndoshta alas keni ni, se cila një bushje vlerë ma shumë se 10 euro, merë kuponin, 22 kupona, 33 kupona, edhe futin një lojë shpërblyese e mundri me u bo fitues potencial i veturës dhe shpërblimeve tjera, por ajo kryesorja është vetura. Ja telefonata e parë për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Një shikuese nga Prishtina këtë. Përshëndetje, shikuese nga Prishtina. Tregom ç'është je sot? Mirë. Tu pas ka kohë. Se na të gjetë me cimin do fijet kuqe prej jaknes. Kuj shike? A keni pas më probleme me uja jo? Jo që 50 ju. Që 50 jo, mirë, mës të përmenim. Shumë mirë je me ujë, inshallah, nuk në ndërë mësë. Inshallah zgjatë. Hajde të rëgëm cila është ajo dhurata që kështë dasht këtë fund vit. A ke mendu? E ku mendu edhe qka më ju bo shaka i mas shumë të kisha pas që motra më marrë kej Kanada. Me ta motra për vizit. Për vizit, dhurata me dhe për mua që kja. A thu që që ka shansa, ka gjasa? Po, presëm po s'ma mërmenja, për veç presëm. Shpresa vdes e fundit. Po shike, të falenderojmë shumë që na ke thirr edhe turojmë një dhjetor të bukur. Miro dëgjofshim. Ditën e mirë e kalofshi mirë. Faleminderit gjithat mirat. 049978 vazhdojnë e arrin informata rreth komunikacionit, por më ne paraprakisht duam ju tregu për me shku te Kenza Home dhe me përfitu zbritje që keni deri në 50% te Kenza Home në Çaklavicë kilometri 6 drejtim Ferizajt, atje ku po ju pret zbritja e madhe edhe e keni edhe ata shbeting po që ju bëhet që doni aty shekun afort ta bot, qysh doni e rregulloni tek Kenza Home në Çaklavicë. Alo, telefonata fillimisht. Përshëndetje Arsen. Përshëndetje Asman, si e?
Mirë, faleminderit. Si ke kaluar? Mirë, faleminderit, është më të Dhurata që kishe dosh për këtë fundvit. Cila është dhurata që e dëm për fundvit? Dashni, më po. Dashni. S'po ki mjaftueshëm apo do na lo më shumë? Jo, do më shumë se. Po do më shumë. Okej. Faleminderit shumë dashni pineve kim. Më marr Edhe çka se skuptova? Okej. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Shumë faleminderit. Të vlerësojmë shumë. Kalofsh mirë pas një pasditë të mrekullueshme. Para se me shku pak te komunikacioni dhe te telefonata tjetër, po du mi ju tregu të gjithëve që Sirius Wine po vjen me super zbritje gjatë komplet muaj dhjetor, nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor. Keni më shumë se 200 lloje të pijeve në zbritje nga 30 deri në 50% në Sirius Wine. Përndryshe aty gjeni mbi 2200 lloje të pijeve, verërave të ndryshme, pijeve festive që mundeni me i pas në tryezë këtë fundvit. Kështu që shkoni në dyqanet që i kanë në Prishtinë në 3 lokacione ose edhe vizitoni portalin website-in e Siriusit, siriuswine.com, i pa gjitha produktet me boblerje edhe online, pse jo edhe me përfitu zbritje. Njëra prej tyre është ndër verërat më të mira Tarani që e kena përmend disa herë, që vjen si verë bardhë, kuqe apo edhe roze, varësisht shijes që e keni. Po e presim tjetrën telefonat. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, Abedin. Abedin? Jo, pedim, që tash pedim. Abedin, a ka mejtë shumë simpatike kjo përshëndetja. A je mirë? Ju për mirë, faleminderit. Ju se jeni? Mirë, për mrekulli edhe na. Tregom, a ke mendu për dhuratën e fundvitit, çka kishe dashur? Dhurata më e mirë për zemrësisht, për zemrës time, gjithë shqiptarëve ju dëshiroj shëndet. Okej, po ti personalisht për vete çka kishe dashur për fundvit? Cila kish me qenë dhuratë që të kish gëzu shumë? Vetëm shëndetin, tjetër gjë. Lemër e forët ka zë. Po le forët. E lën pak para vitit të ri, kur të takohemi të hënën nëse të martën, sot po dojna përgjigje më konkrete. Ju faleminderit, ju gëzoj gjithë atë mirë me gjithë shqiptarëve dhe juve. Faleminderit. Okej, Abedin, ani. Veç ndash. Se na po dojna, po. Për juve që dëni me pas shumë minuta, shumë gigabajt internet, mos harroni, e keni mundësinë të ekip, ko ju qeni me para pageme, keni tip mini, tip super dhe tip max, 3 pako që kanë shumë minuta, shumë SMS, shumë gigabajt internet, edhe mundri me aktivizu përmes kodit ose mundri me shku njani prej dyqaneve. E gjithashtu nëse keni me uthu, mos harroni me marrë internetin e IPOS që është për Evropë edhe Amerikë edhe që është me çmimet më të mira. 04997898. Okej, në informatë e radhës që ka rritë sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, po na tregon edhe njerë pjesën e rrugës qasjes për Tekrethi i Çaklavicës, që është pjesë e ngarkuar me kolon. Pastaj po shihet e ngarkuar pjesa hyrja në Prishtinë nga zona industriale Fush Kosovë deri tek kryqi i Katedralës. Kolon ka dhe rruga Tirana për me shku Tekrethi brapa stadiumit e me vazhduan rrugën UÇK dhe e ngarkuar po shihet nga fshati Shkabaj për me dal po në Veternik. Këto janë informatat që kanë arritur. Alo, përshëndetje. Alo, telefonata. Alo. Okej. Kur t'na telefonani, largoni prej televizorit. Do më thonë se keme dojna me shkupi këti emisioni, edhe alo se mësut qëto. Mu largu, do më thonë, prej televizorit. Me na dëgju për mes telefonit. Nëse jeni në vetur, vi që ndalni zonin, edhe na dëgjoni mjaftu shumë mirë për mes telefonit. Sigur kur të folni me ata. Kështu që nuk ka najfar problemi për me mujt me na dëgju për mes telefonit. Edhe në qef, nëse jeni najfar zhurmën matë madhe, vi shdini pak, largoni anash, edhe na dëgjoni mjaftu shumë. Me valle, ka dalë edhe që shpëshkoj. Jam e ti, veç ta shqipiri, se ora 4. Vish mi u përshëndet. Përshëndet. Kolona të dalë autostradës në Veternik, do më thonë, është e madhe edhe është raportu një aksident trafiku që ka ndodhë. Kjo do më thonë e ka bo kolon këtë pjesë. Është informata e radhës që ka rritë në 04997898. Për juve që dëni me festu me u knaqë si vjetë, edhe mundi me bo dhurat, që një mundësi për me bo një dhurat mirë është me ja rezervu
Njënën prej këtyne netve që po organizon Swiss Diamond, po dhe Siriusi. Swiss Diamond po i organizon një 2 natë fantastike, ka dhe më 24 dhe më 25 dhjetor organizime atje, ama nëse doni me shku me u knaq, edhe me livrit kratë pak, keni mundësin me shku me 31 edhe me një anar. Me një anar e keni Irmën, me 31 e keni Albanën edhe Albina Kelmendin së bashku. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Halili. Halil, nga na telefonon? Te rrejti Fushgozovës, në Kolon. A Kolon, nga Kolona thuj, nga Kolona, do më thonë, është për ndrejtim Prishtinës a për me vazhdu tutje? Për me vazhdu tutje. Okej, me Fushgozova. Hade çfarë dhurate kështë dosh? Ja, më he Kolona, për të thosh Kolona. Kjo dhurata Se pe djegë më rëdëshiren. E se cilit prej atyne që në këto momente do më thonë është në për rrugë. Më thonë, a veç prej 4-ve, a kështu mës me pas si shkollon, po menan? Nashta i shkoni dhe ole më konë veç vetë në rrugë. Qka jetu thonë? E kuna e kështë bo me drita? Kisha i Madridona i fanë, pas, ma mërmene, që mundet më konë. Veç për Që mundet më konë në zbe. Faleminderit që na ke thirr edhe kujdes në vozitje të mirë edhe faleminderit që na ke informuar edhe për pjesën e ngarkuar atje në Fushkosovë. Po është një video shumë interesant në rrjetet sociale edhe po duam ndërlidh pak me statusin e hapit kolegu ton që thash diçka që publikohet e ka një farë më dyshje se është me inteligjencë artificiale ose jo. Domethënë ja kena nisë dhe mos me i besu videove që po i shohim sot. Ka një video në një koloncim diku në një shtet evropian, nuk e di ku ke. Nuk mujta me njoft përmes targave dhe nuk e analizova shumë, po një 05 shke, domethënë i Kosovës. Po. Edhe ke kolona anej se ke në shinat e trenit semafori i kuq në pritje, po prit, s'kisha strana s'kur gjo aty, po thjesht me siguri është e programume semafori aty për mund ndërprej, edhe del shqiptari prej kursisi zakonisht, kalon, se ato rampat kanë kështu si me hapësirë. Si me gjys. Kishin lon hapësirë për me kalu. Ja, me inteligjencë ka. Edhe ECI vazhdoi edhe këta tash s'po dia kanë Zvicrana, Gjermana, çka kanë prit, edhe janë nisën edhe ata. Fërc. Mësojnë edhe ata keq. Po, edhe komentet kanë që na po i mësojna, edhe deshta mund të lidh me ato që e kena thonë gjithmonë në emision që as Zvicrani nuk kish me qenë kaq i kulturuar dhe edukuar nëse s'kishin ekzistuar që ato dënime, që ato gjoba. Jo që diçka na jena të kulturuar, jena të kreti respektojna, po s'kena kohë. Veç e dim edhe që nuk na vjen një job mira euro në llogari ose në shtëpi. Për që ato edhe i bojna këto devime, se nëse i këshim ditë që na vjen, nështë edhe na ishim nalë pak si ata. Letë në zemë policia të kalzoj atje. Po, nejse te, vish që aty ke esenca. Alo, tash ka nis ka pak, po jo dhe këmë ditë qka. Alo. Alo. Kush telefonon? Shiku se ju e rregut nga... Hajde shiku se pak ma gjallë, se që shkesh të bërtitën e kur hine ti. Alo. Tash më zgabu me i sen. Tash më s'pët pengoj. Prej nga për na thirë? Në respekt për juve. Faleminderit, respekt edhe për ty. Prej nga për na telefonon? Respekt për juve, po s'është më rëndësi nga ju telefonoj. Na i dhurat na i sen? Dhurata me modhe me dalë me piko fëmijëve. Ej, a më që si dhurate, mëse djek që të dhurate, ajde i sen tjetër. Ajde pak, na i dhurat pak ma të madhe. Mëse djek dhuratën. Se si e të fol me Dua Lipën e me ku me ditë këngë të që është e pa mundur me dalë. Që është ashtu, ajde në kishë. Nuk është e pa mundur mu taku. Diçka tjetër? Besa jo po ka ku ma shumë. Okej, ndërprejti, po, veç, nuk kur gjatë, ashtë qysh me dollë me ti kafe, kur se dina na kush jeti, edhe me na po, nejse, unë që ata thash, mos e djek, kur do me dollë, unë i thëmë, tëngë fi, unë një marsimi, jam për Prishtinës, edhe kom qef me pini kafe. Bile dhe kësharë me Toyot me të marë. Edhe po, e kish bo zemrën, do më thonë, me Toyot. Pip. Edhe ato me si e i gjarë, për ndryshe po një vetur kompakte për qytet, edhe jo vetëm edhe për rrugë larta, për një familje të mrekullueshme, mundri me shku me marrë në zbritje tek Auto Trade në Çaklavic me 10 vite garancion edhe jo veç sa, dhe krejt modele tjera, shkoni bëni një test drive para prakisht. Alo, telefonata.
Telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me vendosën dhe vdekje. Tung, alo shmirë, faleminderit. Tung. A dini që do më thonë, ky emision, po, s'ka lidhje. Ky emision hiç si don këto sane. Edhe na nuk kena kundër kërkujna as kur gjo, po, se një ditë më poni dikush ta po tingëlloni sikur me kon kundër çtina, se çashtu ju vjen aty. Çashtu kanë qef. Po ju vjen aty. Thashojmë kundër krejtve. Më thonë, që aty ku ju djeg. na thojna politika, jo personat e caktuar. A po shkruan këtu na ai subjekt politik? Po, jo politik po shkruan. Ideja kondicionerët për ta që ju nxe para kohë, keni kohë edhe pak. Për juve që jeni nxe dhe doni muflladit mbi politikës, mos harroni që kondicionerët me ideja me inteligjencë artificiale ju bojnë muflladit mirë, ose edhe me nxe, po edhe me kursy rrym, 30% më shumë, përndryshe i keni në super ofertë, super zbritje kondicionerët Midea. Për vitri kishim me muflladit mirë, ju muflladit po dhe më ngribe sa. Se di pa po me sy, po që ta shtrëgoj për parashikimet. Po besoj. Çe tjetra, se di oj. Merr edhe një telefonat se jo s'ka lidhje, jo shkoj. Alo. Se në vrojna. Alo. Përshëndetje, kush na përshëndet? Beni nga Trenosi. Edhe një herë Beni, a the? Nga Trenosi. Hajde, tregona çfarë dhurate kishe pas shef me më marr për fund vit. Hajde ma xholl se për dhurata jena tu fol. Janë 100.000 euro, po. Çashtu bre. Faleminderit shumë i marsh. Çashtu se kërkosh se çeli dej tash zamrën. Nëse një mesazh e kam, jo po 2 mesazha që kanë shkruar, domethënë, po janë shumë pak më të mëdha, jo. Tjetër kush na ka shkruar, po në pjesën e dytë kam i lexu. Florimi vish ta ka përshëndet, vish ta pianistin e marrët. Po, vish ta pianistin, pianist, a din kështu që ne këtu jam. Dhe po, hajde Florim çelë xhepin. Çelë xhepin. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Në shikuse nga Komuna Lipjanit. Nga Komuna Lipjanit. Ç'e kena Lipjanin? Mirë, bukur? Mirë. Hajde tregojmë shikuse nga Komuna Lipjanit. Çka kishe dashur për vitri? Cila është ai dhurata që kishe dashur këtë fundvit? Tri dhuratë më e madhe se vin djem pi kurbeti, çikat më e madhe se që dhurat nuk ka kërkon. Ti veç pas ke marr dhuratën. Okej, prezidenca atyre është dhurat në vete, për çka kishe dashur me të prua ata dhurat? Më ma bine qokollat në sen. Veqa? Mrena në qokollat? Kafe, që se sene. Bravo. Dhurat atë lezetshme. Dhurat lezetshme. Naj zarf, naj sarf. Naj Leila. Naj një. Festat bukra për juve, edhe artshin mirë se vinë, faleminderit. Inshallah vinë mirë, tha dhe nuk i hapën kuferat rrugës, kishe si mi u derë thënë. Nuk i gatërrojnë kuferat, na ikon. Fion, qaj lajmë është gabim. Pse? Thuje ti, po në ta demantoj me nere. Po tash unë thash që jena bo shumë, dhe me thonë, të dyshimt në gjithë shka që vledzojna, se ken parashikimet, edhe pse mu do pak e pavesushme se Prishtina ka vite që s'ka shënu temperatura ashtë larta, -20, dhe me thonë na Siberia e këta. Po, demek dikush nga instituti kam paralemru që fund viti dhjetori ka me qenë me temperatura shumë të ulta deri në -20 gradë Celsius. Madje edhe me emër ka ndalë. Maksimumi po shkoj ka -4. Edhe ato natën e vitit 3. Ka dalë me një status në rrjetet sociale që maksimumi po shkoj ka -4. -4. Po nata e vitit 3. Nuk e mbaj mend kur Prishtina. Jo, më që pas ka rasti ditë me 9 gradë me 10 gradë në zet. Shumë keq veç. Në anën tjetër, shumë keq. Shumë keq. Se temperaturën e 1 gradë, 0 gradë. Me verifiku lajmin sekond. Ne, -1 gradë, do me thonë, u bo pak sa pa përballueshme për neve, si na mësu komplet dimrin gati me kry. Dal me të shkurta me baba dimrin mja si dorën. Edhe kur po bëhet 0 ose -1 gradë, na do me thonë të ngri. Alo. Po flas për vetin këtë rast, po. Alo. Në zat, shim pas. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje. Kush po na përshëndet? Aria për përshëndes nga Xhilani. Si e Faria, si kalon? Mirë, po kalojmë. Si e ke pas ditën sot, mirë? Mirë. Faria, apo na tregon çfarë dhurate kishe pas shef me pranu për fund vit? Valla kisha pas një dhurat, po ajo nuk plotësohet veç pe tham. Po na po folim. Ibanez dhe kom qendër qytetit. Në cilët qytet? Në Gjilan. Në Gjilan, se thash mus Prishtinë, në Gjilan. Ja, në Prishtinë kem të bo diçka po. Okej, do më thonë. Ani në bofshi po vjen në Prishtinë. Le tash po do në Gjilan ti koncentromo, s'ka ne e kënej.
Ani si të bëhet po vellën Prishtinë. A tu të është me najtë gatin e 27? Ja, stupna. E mirë, se s'ka me të banesa poshtë, mo, vish Qaj gati 20 të najtë. tërmeti 3 shkolla atje duke 13. Po ja vës duke të qasë si u vrej. Shka pak që është në livrit. Faleminderit që na ke thirrë tu plotësov dëshira. Nëse jo për fund vet, na shta për vitin tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. E çka thotë se nëse bëhet temperaturat -20? Çka thu? Unë them nëse bon temperaturat -20 mos delni pa pijama. Çka kam e thonë nëse punë jam ajo është. Në vishë jam I bindur se I morra informatat e sakta. Komentet kanë shumë çesharake domethënë. Ko kanë kon për me kon çesharake, se apo kupton, është diçka që mund të mu verifikua ku edhe njëna prej agjencioneve që bën parashikimin e motit edhe që është bagje serioze në këtë farë pune, edhe që s'ka dështu deri sot, I thasha konsultona e veta, çka po bëni, tha mirë. Thasha ka me pas bor, tha parashihet me 27-in me pas pak bor. Paktën deri me 25, deri në fund vitit tha me 31-in kime pas -4, tha po se nini se është fest. Çështu më tha. Të paktën deri me 25-in 8 gradë kanë me qenë temperaturat. Mbrëmje tek tuk kanë me shku deri në -4 sonte pas nga me qenë -1, 0, 1 deri me 25-in. Tash mas 25-it tek qyrim apo dalin fjalët e sherifit. Alo. Ko kanë të fëmijë. Qetësiu atje. Alo, përshëndetje. Okej, Viber. Përshëndetje. Hajde Viber. Ta përvan? Që ti? Allo, e sen. Pse sen? E sen, e kam në emrin Zode, edhe dëshira jam është 2 tiketa për Kosovë. Menova që pëthuna I Lukas me ta gjithë. Ku jeton ti? Ku jeton ti? E Finland. Qysh më zhadja në Finlandën e ku menu që zhadja dikon tjetër atje në Amerikën Latine? Ja, Finland. Në Finland. Edhe I kështë dash një 2 bileta për me arë në Kosovë. Po. Çfarë data po të vynë? Valloj, kur tush, hajde me që Kosovë. Dhe cimi pas ka banesa në Prishtinë, pas ka bileta tu I nejt. Krejt me të parin kam javë plëcu. Baba Dimri do me thonë ko ka hi në studio në spedesha. Prej të parin të anena kemi pas plëcume. Bonën e kërke, edhe ty me të parin ta, edhe me ty me të parin ta plëcej, më stanit. Okej. Zhade! Një komplet me Superbok ma ka plëcu. Të falja nga Lukasi, tung. Ejt, përshëndesim shumë edhe përshësojna me të realizu dëshira. Si dihet Baba Dimrit? Po Ose je po vajzë e mirë? Se nuk është eme një radhë, thasht ata që e njohin, e thojnë, a diçka, pja bëj bredhurat. Pja bëj bredhurat. Se kina najkëm prej agjencioneve që vëna njën, le t'ja bëjnë zhadës në bileta gratis. Gjumatat familjes vet? Po lemërët familjes që agjencionet. Dhe të thirën njerit, hajde se na ka marrë mallin për ty. Unë e kom thirin tjetër gon. Okej, apo e marrim edhe një telefonat tani po shkojnë anon. Jo, merre Superbokin. Superbokin e kom të veni aty. Alo. A ure për fund vitet. Faleminderit shumë, nuk na lejohet domethënë ata që janë në 18 vjet me na thirr se pak fillim shumë pe po s'mshojnë ama. Po ç'është? Jo, ç'është? Jo ti po ai më herët domethënë që thirrë. Kush je ti gati 80? Alo, urna. Emrin. Istanbuliqi. Po Iso thash ty, I thash dikujt na tjetër atje më stanin. Si si kalon Iso? Jo pra më stanin, veshin e parën pak. Po dhe këta të rritë ta pshes pi respektojnë këta të vjetër, s'pi japin për bashkësi heq. Do nuk t'ka pas se si shi. T'ka po. Po ta qef kur tha I rritësh. Po dhe çka I dhe zor ti me thon, po thuj që ashtu I ri jam në 18. Mos I jap zor atë me thon 80, aty gati 80. Ja valla 70 po. 70, po që me vetë garant halo 70 si ka bo thot për 80 jam hi. So I kisa. Po qapi shes që alo si ke bo 70. Ja sa I në prilli bëjë. Në prill. A thash Jo, do thot 80 ta I kom. Për 80 jam hi. 80 po. Po kur ti bën 80 u hi për 100. Ina për 100, atë se ka 20 tani po ka lëshën. Hajde çfarë dhuratë e pedon për fund vet. Po ne për fund vit kisha dhënë një dhuratë me kon që më vjen që bashkohet ky popull vjerë. O ti personalisht. Mos e djeg dhuratën. Që ajo është dhurata jam. Me mujt me bashku popullin, po thu krejt, ha? Me kon që nuk kemi kaq për qambre, kaq ti e shka, unë e shka, 3 shka. Dhuratë e mirë e shkon. Një për qa shumë. Dhuratë shumë e mirë e shkon. Shumë jem për qa. Ka pas shumë edhe para neve që kanë pas këtë dëshirë, po ja që... Na duhet vitin që po vjen gjithçysh do me thonë kjo dhuratë, se për një me pak u teprush, tash kjo politika na ka përqa, edhe kish me qenë mirë mu afru pak ma shumë njëni tjetrit, edhe me lanë se cili me mendu për veti që është dënë. A dhe mos mi u përzi,
Ti votej ato, në pe votej Ti qëto. ki nonën e keq që ti ki babën në shkap. Po, leni më në këto sene, po, mire ki, leni këto Ishte sene ka se mirë na për lo. sheft me dalim javë nuk kafiterive edhe tavolinave Vallaj, edhe po. me ngu muhabetet e se cili Edhe edhe në me shtëpia, thonë. edhe në shtëpia. Po, ajo s'ka diskutim se aty flasin edhe ma shlirë. Në fa edhe shoki për fol kafenea. kështën për kerra, den? E një Vallaj, tjetër për du- politikë, ja puni ky shoki jo folna diçka për kerra, lekët, far puna, atë Po, se na pra, lodhe marit, kështu. po. Hey, faleminderit shumë, Lena. përshëndesim, për qafin. Përshëndetje, mirë po të gjofshim. Ciao, kalofsh faleminderit. mirë. Ti the me shku deri në Albi Malla? shkojna deri në Jo, Albi. prej pak fion. Se Se? ka punë për me shku në Albi Mall. A ka kolon Sepse, paga? po, nëse po vjen nga Nga cili rreth në cilin? na falni, nëse po vjen nga Çaklavica deri te krethi i Çaklavicës është kolon e madhe. Dalja autostradës për me shku në Albi Mall, aty ka kolon, domethënë vetërnik. Fush Kosova me kolon nga zona industriale deri te krethi dhe ana sjelltas për me ardhur Prishtinë nga zona industriale kolona deri te kullkryqi i katedralës. Nga fshati Shkapaj kolona deri poshtë vetërnikut. Merresh telefonat na fa hekat pa Qitni kolona. kratë dëgjues të dashur, Jo, qitni dy kratë. paskum, një mas një, çe. Alo, Alo, përshëndetje. Albina pret shkon kërkon. Përshëndetje edhe për ty. Unë edhe dhuratën e fundvitit, apo ma vjeni kërë. Niker, Apo do me rrota apo rrota? A e normal me rrotë du të vazhë. kisha rekomandu me krah, ma mirë. Po veç kjo është telefonata e njëjtë ma Jo, herët të që ta fituar, vërtet mu për tokë, mu për një për qëllë. Dy fjalë tina që vojës që the. Që merresh to? Përshëndesim, Që merresh to? përshëndetje që ajo. Po. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma Batir edhe për ty. Jeni 22 vjet. Po që ai një lodhë që i Jo, ç'është kjo pyetje Batir. Te a je mirë? Mirë, dhe dikon. Deri dikon. Batir. Cila është dhurata që e kishe dashur këtë fund vit? Dhurata dhe duhe dhe po vinë, po më vjetë jali me vjetë re edhe 2 vajzat me vjetë burra, e dhurat me e madhe që kjo viku me marë. Po vin familja për fund vit, ha? Ai ke ushtru kratë me këcy? Bravo Batir. Po. E mirë. More kom të ka pak, se për krah pe do dyqysh. Ja, pa mali vli pa krojnë s'njerë. Batir e pa që një fund vit bukur, t'lumtur, me gjithat mirat që shtuti. Gjithashtu edhe ju Faleminderit. Me gjithë zemër, Edhe në si aty. për pare nuk mendoj unë se pare Jo, po që ata po thëmë, ti s'ki nevoj për pare. Vlla me nën qysh mi mledh njerës nga mos i vetë, kishe që pas kjo është nacia nacia kishe jonë. menu valla. Për pare se kam pare boll. Ha, mos mi pas që po thot Fiona të kisha Kishe kallëzu. menu edhe mirë Tom tani. kalofsh mirë, miru pafshim, miru dëgjofshim. Hajde Fiona, je gati për me shku në Albi? Ecëm. Hajde. A ke marrë ato senet me veti? Torbat për me mush? Kuferat ata? Po. Hajde, shkoj. Je nisur për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit një heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsën, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV.
Nglam Radio dhe në KTV jemi rikthyer dhe njerë me ju informu juve se mundeni me shku tek Petrol Company me rimbush makinën me derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra dhe me u bë pjesë e lojës shpërblyese, sepse secila rimbushje e makinës vler më shumë se 10 euro, merr një kupon, 22 kupona, 33 kupona. Edhe mos harroni bija pi restoranin me shku dhe me marr një super ofertë, i kanë të super oferta atje. Hajde po shkojna me Viber, përshëndetje. Përshëndetje, Cimo. O, përshëndetje edhe për ty, kush na përshëndet? Pa, diet limoni. Ku je mër liman? Që vallaja je mirë. Çka po bën? Që të kyçë. Qa po mësillesh në përçaj ti? Ja, në përçaj, qëre, ai pa limon s'pjetoj. Se di. Unë se pi pa limon. Unë jo. Unë e pi pa limon. Uacim, ma mirë shko portokall se ma jamël. Bo limam vetën edhe me qitë limam të provot. Hajde, tregona cila është dhurata që kështë pas shef me marrën këtë fund vetë. Çfarë dhurate ishtë dosh me ta bo ty për me kanë shumë i gzum? Për mu dhurata ma modë kështë me qenë që çdo familje me pas harmoni me zeti. O, ty me ta bo një dhurat. Leni këtu e në urime, kina mi bo. Familje për veti e ko. Qaja është dhurata ma modë e insonit. Çfarë dhurate kështë pas shef me ta bo ty mu gzu? Kretë Prishtinë me ta dhone nëse e kiti konë familje s'mon stavi. Po është e vërtet, po çfarë dhurate kishe pas shef me ta bo për mu gzu ty? Po tash, dhurat s'ka. Hajde, s'ka? 1 kilogram limon. Po qas, u kry ke varpune. Faleminderit shumë që na ke thirr. Gjatë mirë, Timo. E pas një pasditët me kullushme. Një kilogram, një kilo, besa një farkuë që shkoj sot të 7-90 euro, nuk është edhe fort. Nuk ka fort edhe. Krase me limon, që është limon i thartë, 2-3 euro kilogrami është trajt. Më interesant që krejt pe lypne. I thartë. Për qaj, jo për tjetër. Për qaj, për fare mbëlsine, kur pos mund ka njerë jo vitamin C, jo ane, jo kënej. Qasja për të krethi Çaklavicës me kolon. Kur pani peshin një me shpëndru. Kolone madhe është edhe pjesa nga udhkryqi i Menzës për te komuna dhe Ana Sjeltas, rruga Tirana me kolon drejtim për te Krethi dhe Ana Sjeltas për te Krethi duplex kolon është edhe Fush Kosova. Që telefonata Fion? Alo, përshëndetje Viber, kush është? Përshëndetje Fion, përshëndetje Arsim Astriti këtu. Ku je Astrit, prej nga Vënathir? Prej Stuttgartit, matis jemi ndëgju, ndoshta ka. Pas na harru. Se leshe me na pyta. Ja, mendova me ju thirr mas vitit 3. Po se leshe për mas vitit 3, bre. Arsim, Jon, pyetja është as interesante, që ma merr mendja 80% njerëzve nuk përgjigjen këtë pyetje. Jo, mërë këtë po dojmë bashkim kombëtare, harmonie, dashnie. Hajde ti Astrid, çka kështë dosh? Arsim, hajde veç këshire çka në ato që është ta qova unë një link ma herët. A mund është veç me një fotografi? Kom shumë problem, Astrid. Vinë shumë telefonata të Ko ka një rezervim diçka, po? Bravo. Jo, është një Maybach okej, qëtash dhe posh. Te prove dhe të Ja, mas, klutëm. Veç pa, klutëm, Arsim. Veç cili prej neve, veç tregaja pionës ashtë, veç e bartë. 2 milion... Jona po eshe? 2 milion... Jone nuk e shoh, 400 kusërmi. 2.349.000 euro. Se dhe so e qilova që 2 milion së më shumë. Ndëgjam, Arsim, po se cili prej neve i kem ka 2-3 milion. Atere qka jënë 2.400.000, po dhe po fole për veti. 2.400.000 qka jënë një Maybach në fund vitet më ma dhuru dikush. Ish me qenë prefekt. A më të regëm kush kishe pas qef me ta dhuru që ti muni shumë mirë? Po tash në dëzë unë e kam. Unë e kisha pas qef. Shpejtimit hek dhur, lirisht. Që dhurat, mu me ma pas bo Fiona, mu më kishro... Kishro të fikt. Po me nere. A do kupton? Kisha thonë, soj pas ka bo që ma ka ble. Ku i mura. Ku i mura. Dëgjarësim. Unë e tash së në tamë me ma ble shotë, se unë e kam edhe bashkëshorte edhe soqe edhe motër edhe vlos, unë jam s'kam vloj motër, e kam veç ato. Tash me thona asoj, edhe pse po më dëgjën Fatmirja, me i thona jo kam frikë që ma blem, kështu që po them ma mirë, ti me ma ble kish me qenë prefekte. Ngom Fatmire, ti e blen ma jep mu, une ja bëj vetës dhuratë, që akë dhe jeshë. Që kjo ke mirë, që kjo ke shumë e fortë. Ani Astrid, dhuratë e mirë, dëshirë e mirë kjo? Dhuratë e mirë, absolut, për fund vit është fantazi.
Po qysh s'është. Po qysh s'është një fshat mirën. Ej, përshëndesim shumë. Hajde telefona më shpesh. Ju përshëndes dhe jeni shumë të mrekullueshëm. Si tema që pëlqejnë. Bukurosh ajo thirrje gjithë. Faleminderit ju goja. Rrofshi. Të pafshim në çata të bardhën që vetëm Kur shobrësisht bo 2 milion e 300-400 mijë kërë për veti në fund vetë me të ardhë dhurat pion. Kur gjë si shbo? Atë kish shku plus me këmish qështë kish ne. Kur gjë si shbo? Nështë edhe i shbo? Se dikush të tajnë tranu këta qa po folin, që shpi përmenin, që është qefi është i madh, thasht. Mundësit janë tjera, mos qefi është i madh. Bele ja ka kalu edhe Stambollit. Stambolli jo me qikash në krasë me qefet tona. E shefi ma i madh se Stambolli. Kur shkova e por Stambolli, thash jo, qefet e mija janë ndryshe. E ke pa veç qendrën ti. Jo, thash qefet e mija janë matë mëdhaja. Ka dhe për tej E kum po me aeroplan u silla kështu më dak i vogël, Hajde, alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje gjithë të mirat. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Islamin nga Juniku. Hajde Islam, cila kish me qenë dhurata ideale për ty për këtë fund vet? Veç zbote pak, veç zbote. 2 dhurata e kom përqef. Nër 2 milion. Hajde tek shyrëm njënën të parën cilën? Dhurata parë është me një parë tesha të mira, ka kështu. Një parë tesha, si e rope, a? Minimax me shkumet ja marë, po... Dhurata dytë... E dyta? Zbriti. është me fitu akeja. Që tu do me thonë, se tje përzini me politik, vetë po nale telefonit. Nit. Veshë për veti me në njëre për veti. Tani ku shkonti me ato tesha, për veti e ki. Që nga te keni me qitë votën, nga të erdhë. Që telefonat atje? Edhe pak. Ama do me thonë, ke që ashtë që kësh më bo -20. Do me thonë, zdi që është deli me votu. Alo? Alo, përshëndet. Kena me me që shto? Qa po thot rifa mire ko? Alo, kush telefonan? Alo, përshëndet, afrim. Hajde, afrim që shje? Një fandet, një po valë. Qe këta që kanë -20 që sikur që heq? A një zhodën? Finland? Jo. Nuk e një. E me një që kështë ble biletat. Po thash më se një. Afrim, e patëm një dëgjuse që i lypi 2 bileta prej Finlandës në Kosovë. Unë e inaja që ova një në komunët me rezervë. Po, jo, ma... Baba Dimri kështu zë. Që ma përmend gjithmonë Ameti. Po është i varë puna, baj. Po, i këmë thonë që ku e ki venin. Gjysën e punës ja pas ke hek. Po, laj ma bëj ke hajde, po s'ma që e ke lingu. Kështë është me a gjithë biletat e krejtë dhe është me a tërguat pjesën e kredit kartelës. Qka do të me shtypaj? A din të ke hajde, s'ma që e ke lingun. Bile lingun, me thonë që të rezervoj e vetë, hajde. Afrim, qëfar dhurat e kështë doshti? Unë u hiqa pak vën, unë për vete jam lozëm për një kërë. Për një kërë, dhe ti e kështë dosh një kërë, pa e kështë dosh shto oldtimer, a na i kërë 3? Ja, një kërë normal, kur gjënë dishka ekstra, veç... Që hetë? Me 4 rota? Më më konë i rije dhe ma mire, dhe po dhe më konë pa, këtë bajtën s'ka po të dojtë. Elektrik, hibrid... Kështë Ja, unë e kam qërë veç me benzin, as dizel bile jo. A një de, Toyota është hibrid, po është me benzin? Hibrid është benzin, po, hibrid është. Ta jepë edhe atë gjurë, edhe atë ere që ki qefti, që më zani. Për Finland, va. Atje i shkon bet. I mërdhijet bateria, e. Jo, si mërdhijet, ja mu se tëtë për atë punë. Ja më qfate e di që ko këto plot. Por që ata po thëmë që kish najtë shumit. Kuj na pi thu me ta bo që dhurat? Kush kish mujt me ta bo? Jo, tu i thonë t'i kuna se ka dollë është të folë. Se di, nuk e di s'po gëdzaj fort me folë di këto tepër me zotë ma, po që të pari nga dikun. Qa të ka shpia? Të ka shpia se të rejë ujë zhjën. A mu se që i kritë pak kështë gruja me të gjyrë të ta bo Afrem, mos të është e kërë trite. Mos po dërë dhe rajse në tre? Mos po dërë. Bitë që atje të shka, sot të më kësyrë. Le që të ma mirë. Kur nuk dojnë me një që shtu habitën. Po dhe... Se kur po dojshin me një në dhom tjetër me konë, t'i shka me folti pa lidhjet njën. Dhom tjetër, jashtë më konë vrisë kështë kënë mrena, a më do ka thohë që shtu? Në aktivizohet Bluetooth-i me njëherë. Që? Afrim të përshëndes, po afshim Toyota 3 në RAV4 2025. Vane ju përshëndes zdatë mirë. Hajde gjithat mirat, falimderit. Të t'ja kina kohë dhe për një 2 telefonata, po më saroni Rubin me unal nëse doni një dhurat nga Ari për shembull.
keni 10% zbritje në Rubin gjatë fundvitit, gjatë dhjetorit. E nëse do një diamant, edhe aty keni zbritje deri 20%. Çe po bëj kam ja bo rifës, domethënë fëmia vet nis si dhuratë për fundvit. Nalta zhom, çfarë librita? Jo, ajo i paska bo, ajo paska bo, domethënë po thot 4 fëmijëve javë mbo kanë dhuratë. Ajo paska kry ajo. E ka kry. Po e di. Edhe po thot, unë po them shiko ka mirë me shkute Rubinit 4 ka pak që aty në kështu dorë. Pajt llogaritëm edhe musi e Vlad. Unë s'kisha thonë më but. Se qashtu e ki punën, e dione. Hajde, telefonata e para fundit. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Bedria. Edhe njëra emrin? Bedria. Bedri, si kalon? Mirë falenderit, ju? Mirë falenderit, prej nga bëna telefonon? Nga Ferizaj. Hajde, nga Ferizaj i bukur, thuj. A përshet që këta thoi Ferizaj, jo Ferizaj, si na këto. Ferizaj, Banura. Dhuratën më të bukur që e kështë dosh, cila kështë me qenë i dhuratë që ishtë dosh me ta bo dikush ty për fund vetë. Oj, vallahi, dhuratën më të bukur, une nuk du dhurata, se ma ka bo një shok një dhuratë, sa që ma ka gërdit, e jam detyru me aksi dhuratën. Ma mirë se mi bo dhuratë vjetit s'ka. Qa kja jo dhurata ashtu? Nëse mund të pyes? Po një telefon e gjithmonë vetë kja auto të bo, apo të tingran, apo të tingran. Kishe shqipse s'po më thirë. Po bre, mirë ta pas ka bo shumë. U detyrova me aksi dhuratën. E shumë mirë, aja ktheve që ato të njëjtin, aja bleve një tip matri? Ja të njëjtin, ja ktheta, ta. Edhe mo dhurata nuk du prej askujt. Okej, faleminderit, dashtu me ta bo një dhuratë një telefon, po mos i spedej. Jo, faleminderit, se ma përmeni ma tani. Jo që ta përmeni, vëllavish, kur gjost ka bo, aj që ka bojna unë e Fiona. Aje tu e mush, mos janë ndro adapterat. Që ma një fotopi në nënkalimit, se s'jete në nënkalimit, to nënkalion fëmi. Mos luja ne knej. Pse 5 gotë që ka shumë adapterin kur pe mush. Ja ke dopsu baterin, mos luj tu e mush, nejse. Para se me marrë telefonatën e fundit shpejt dhe njerë këta që janë vetura, qasja për të krethi Qaklavicës me kolon, pjesa poshtë Vetërnikut, Mjuqas rrethit me flamur me kolon, rruga Gjem Ramadani me kolon për të Kuthkryqi i Menzës, kolon është edhe hyrja në Prishtinë nga AKI-a tutje. Që telefonata e fundit Fion? Hajde, menova që pe kryna. Alo? Ja, krejt njerin kom. Hajde, tregona cilën dhurat e kështë dashtë për fund vit? Se je i fundit, apo e fundit? Alo, apo na dëgjon? Zeq në telefon. Hajde Zeq, ku kje drejtash? Që vëllaj të dhravu ubës unë ju mërshë. Hajde Zeq, tregona çka kështë dashtë këtë fund vit? Vëllaj, këtë fund vit s'du kur gjo, je kum zerë biletat me shku me prit vitin e ri me nonën në Kosovë. Ja pas ke bo vetës dhuratën. Ja kum bo vetit dhuratën. Bravo Prezeq. Me vëllaj, me modra, me ma shkurt pa shkoj për Kosovë. Nona mi ka 86 vjetë pa shkoj me prit vitin e ri me tonë. Mirë Zeq, e pash me jetë e knaqo. Faleminderit shumë që na thire, si je i fundit du të me kryq tash. Me përmbyll. Tung Zeq. Mirë dhe, dhurat vetës, edhe ma mirë, s'ka ku shkon ma mirë. Faleminderit shumë edhe shoqës tonë të dashur që na bën gjithë dhurata, Jeta Baholli Hair and Makeup që kujdeset për dukjen time, ka njerë edhe të cimit, po jo me sukses të njëjtë. Na jena bashkë edhe për një orë tjetër me pjesën e 2 të emisionit, kështu që siguroni me na dëgju në Glam Radio 86 ose në frekuenca tona 86 dhe 102 FM. Tung. Qështu tha Jeta, një ditë bollu munova kishe po s'pat sukses. Faleminderit edhe juve që po vazhdoni po na dërgoni mesazhe, kena me lexu pas orës 17 glamradio.fm, glamradio.fm për juve që doni me na ndëgju jashtë Kosovës. Edhe vazhdoni na mbani të informuar rreth komunikacionit. Ne rikthehemi në Glam Radio vetëm pas pak, ndërsa me Koavizion shihemi nesër.